qershor është caktuar dita e gjykimit. Domethënë të fillon procesi i gjykimit të aferës së kompleksit Partizani, që ka të pandehur tashme dhe të akuzuar për korrupsion pasiv Sali Berishën dhe ka të akuzuar dhëndrin e tij Jamarbër Maltezin edhe për korrupsion, por edhe për pastrim të produkteve që rrjedhin nga një krim. Sikur se ka edhe disa bashkëpunëtor të tjerë, të cilët emrat e të cilëve janë bërë të ditur tashme. Tani jemi në fazën që çështja do gjykohet, domethënë e kaloi hetimin, u mori pandehur, u dërgua kërkesa për gjykim në gjykat, gjyqtarja e veprimeve paraprake, pra për kalimin ose jo të çështjes në gjyq vendosi kalimin e çështjes në gjyq, sepse baza ligjore, provat, faktet e të gjitha janë të tilla që e bënin kërkesën për gjykim dhe gjithë aktet e tjera të vlefshme dhe të përdorshme për të dhënë një vendim gjyqësor tashme nga gjykata e shkallës parë për korrupsion dhe krim të organizuar. Kështu që në 30 qershor, prokurorët e SPAK, mbasi të vazhdoi gjykimi, se jemi me procedurë normale gjykimi, se nuk u pranua prej tyre gjykimi i shkurtuar, dhe një procedurë normale, atje fillimisht diskutohen çështjet e kompetencës, të jurisdiksionit e të tjera të cilat janë tashme të zgjidhura, se kjo gjykatë është kompetente për ta shqyrtuar çështjen, pra KKK-ja e shkallës parë, dhe pastaj me njerë prokurorët do të përcaktojnë radhën e provave, pra çfarë provash ka që vërtetojnë fajësinë e Berishës. Aty do thonë ata të gjitha llojit e akteve që janë, dëshmitarët që kanë dhënë shpjegime, deklarime të tjera, dhe mbasi të mbaroj prokurori që të përcaktoj dhe rrethin e provave, atëre do ta marrin fjalën edhe përfaqësuesit e të pandehurit Sali Berisha dhe të pandehurve të tjerë, dhe ata do të përcaktojnë dhe ata çfarë provash kanë ata, çfarë fakte, çfarë dokumente e tjera që vërtetojnë pafajësinë e tyre. Dhe do t'i dëgjoj gjykata të dyja palët dhe mbi këtë bazë do marrë një vendim dhe do të caktoj rrethin e provave. Jo çdo gjë që do kërkoj prokurori pranon gjykata, jo çdo gjë që do thonë të pandehurit dhe avokatët e tyre i pranon gjykata, ajo rrethin e provave pastaj do ta caktoj me një vendim të ndërmjetëm për ato gjëra që janë të rëndësishme dhe kanë të bëjnë me procesin, sepse ajo e njeh shumë mirë dosjen gjykata dhe e di çka ka rëndësi për çështjen çfarë nuk ka. Është një proces që do zgjasi faktikisht, se që të thirren dëshmitar, të administrohen prova, të vinë ekspertët e tjera. Sa mund të zgjasë avokat? Është një çështje që zgjat, faktikisht zgjat. Por maksimumi që duhet të mbaroj gjykimi i çështjes në shkallën e parë si afat maksimal është 9 muaj. Gjykata e shkallës parë brenda 9 muajve duhet japi vendimin e saj. Dhe pastaj çështja kalon me ankim, qoftë njerëz pala apo tjetër, në gjykatën e apelit dhe atje përsëri, domethënë duhen edhe atje një 9 muaj tjetër e kanë afatin maksimal, po gjykata e apelit ecën shumë shpejt sepse shumë pak çështje ka. Kjo është si procedurë, por jam i bindur që në seancën e parë të 30 qershorit mund të kemi dhe ndonjë gjë të papritur. Cila mund të jetë e papritur? E papritura mund të jetë një lloj reflektimi që duhet të bëjë kryesuesja e trupit gjykues, e cila, domethënë zonja Ulliri, e cila realisht, sipas meje, si profesionist, ka konflikt hapur interesi. Ka konflikt hapur interesi zonja Ulliri me çështjen Berisha? Po, me çështjen Berisha. Cilet mund të jetë? Sepse, po sido që të jetë, ajo, domethënë, është vajza, domethënë e ka xhaxha deputeten që është, domethënë, Ulliri të Partisë Demokratike, e cila është njëri dhe ka qenë nga më të afërtat, dora e zgjedhur, domethënë e ka zgjedhur vetë me dorën e vet Sali Berisha për të qenë deputete, dhe në një situatë të tillë kur domethënë kushërira e parë po gjykon tani njeriu domethënë më të afërt
të vajzës Xhaxhait Tent, fakti që ka ngelur jashtë parlamentit? Nuk ka rëndësi fare, absolutisht. Ka rëndësi lidhjet që ajo ka patur me Sali Berishën në një situatë të tillë ligjore, domethënë nuk mundet të jetë, sepse nuk mund të bëjmë në biografira, domethënë të Kushëriri para apo të Xhaxhai e tjera. Duhet i kesh lidhje ti të drejtë për drejta, si gjyqtare. Edhe ajo mund të thotë kjo është një lidhje indirekte. Po për moralin e gjyqtarit, për moralin e një gjykate, si që është gjykata e posaçme, se mund të ishe një gjykat normale, një rrethi, përsëri, domethënë jo se nuk vlerësohen ato, por nuk ka rëndësi në një gjykate të posaçme, në gjykatën e posaçme gjyqtari duhet të jetë i zhveshur nga çdo lloj dyshimi për anësi. Çdo lloj, dhe që ta eliminoj këtë, ai tërhiqet vetë. Pra, bën një kërkesë për të tërhequr. Dhe nëse do ta bëj një gjë të tillë, do të jetë në nderin e saj, do të jetë në karakterin e saj, por do të jetë edhe me të vërtet në pikpamja etike profesionale, një nivel që do të mbahet mend për mirë. Po vazhdoj gjykimin e çështjes, ajo do t'i veri shumë pikpyetje vetes, sepse nuk flitet për pafajësi. Pafajësin ai e ka mbledhur mendjen që kur kaloi çështja për gjyq, edhe që kur u thanë që s'ka akte të pavlefshme, s'ka akte të papërdorshme, të gjitha janë, domethënë, normale sipas ligjit, dhe tashmë bëhet fjalë vetëm për llojin dhe për masën e dënimit dhe si do jepet domethënë masa e dënimit. Do ta vuaj burgun, a nuk do ta vuaj e tjera me radhë. Dhe në këtë aspekt, gjyqtarja ka rol, ka një ndikim, domethënë të rëndësishëm në këtë gjë. Për t'i hequr të gjitha ato pandema, ato paragjykime e tjera me radhë, ajo bën mirë që të largohet nga trupi gjykues. Avokat, në këtë situatë politike dhe të përballjes me drejtësinë, Sali Berisha ka disa dosje në SPAK, në anën tjetër shikojmë që ka një intensitet sa dhe politik. Si e shikoni ecurinë e këtyre dosjeve dhe çfarë mund ta presi Sali Berishën në përballje me këtë drejtësinë? Sepse deri në këto momente ne shikojmë që kemi një amulli të gjithë të paqartësisë, them paqartësisë sepse SPAK-u akoma nuk është konkret, në ana tjetër zoti Berisha në të drejtën e tij thotë që mua po mbet padrejtësi, ju vetë si profesionist dhe si njohësi mirë edhe i politikës, por dhe i problemeve ligjore, si e shikoni këtë rrugtim dhe fatin politik të zotit Berisha? Jo, në fakt, pa e egzageruar, unë do thoshja që një ish president republike, një ish kryeministër i vendit, por nga nga tjetër do thoshja edhe një njeri i zakonshëm, do më thënë i zakonshëm, shumë i zakonshëm, i cili mundet të ishte me precedent penal nga më të rrezikshmit në botë, nuk do të kishte kaq shumë procedime penale, fillimet procedimeve penale sa ka Sali Berisha. E ritheksoj, jo në Europë, në botë, sepse ndaj tia janë hapur procese gjyqësore dhe kanë filluar hetimet në SPAK për krime jashtëzakonisht të rënda. Mbi supet e tij, pra rëndon akuza e 21 janarit. Është çështja e 4 të vrarëve edhe e 7 tjerëve mbetur në tentativ vrasjet, plus plagosjet e një numri të konsiderueshëm, të cilat në thelbin e tyre, domethënë janë vrasje të cilësuara dhe që procedimi penal ka filluar. Mbi Sali Berishën rëndojnë 4 të vrarët e familjes Haklaj, vëllezërit Haklaj, dhe çështja ka filluar, është në proces hetimi bashkë me grupin e strukturuar kriminal që ka bërë ekzekutimet. Është në procedim penal që ka filluar procedimi penal dhe është ndarë çështja e Gërdecit. Dhe atje është me bashkëpunëtor djalin e vet, me një numër të konsiderueshëm pastaj edhe ministrash, duke filluar nga ministri i drejtësisë, edhe persona të tjerë që janë implikuar në Gërdec, që sollën atë pasojë jashtëzakonisht të rëndë me 26 të vrarët, me 300 invalidët dhe me një dëm material, domethënë tepër të madh për ekonominë e vendit tonë. Mbi Sali Berishën rëndojnë edhe janë në hetim, domethënë është në proces hetimi
edhe për një ser krimesh të tjera, si që janë akti terrorist ndaj ambasadës amerikane, akti terrorist ndaj ambasadores Mariza Lino, që janë procese gjyqësore të hapura këto që po u them, vjedhja me urdhër të Sali Berishës dhe marrja e parave të degës së Thesarit të Shkodrës nga familja e Sali Berishës me urdhër të Sali Berishës, këtu kam parasysh një parantezë që ky është shkallëzimi penal që është bërë në fillim, domethënë të vitit 2017 nga Izet Haxhia dhe që është procedim që është regjistruar dhe po vazhdojnë hetimet e saj dhe pastaja vazhdojnë edhe disa afera korruptive për cilat është regjistruar procedimi penal, ka filluar procedimi penal dhe gjykimet e tyre ose janë ende në SPAK, ose kanë kaluar në gjykatën e shkallës parë, në gjykatën e apelit dhe janë gjykatën e lartë, kanë parasysh vjedhjen e Floririt Krabës, për cilin akuzohet Sali Berisha dhe Ilir Meta, kanë parasysh privatizimin e 4 hidrocentraleve nga një firmë turke në të cilën Sali Berisha shkelzen